Ngjarje e rëndë është regjistruar brenda një banese ku një 17 vjeçar është plagosur me thik nga 24 vjeçare. Sipas informacioneve të para, i mituri dyshohet se ka hyrë në banesë me qëllim grabitje, ndërsa situata ka dekretuar nëpërplasje fizike. Pas ngjarjes, njeriu është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore, ku mjekët kanë konstatuar plagët e shkaktuara nga mjeti prerës. Fillimisht ai ka tentuar të fshehë rrethanat e vërteta të plagosjes, por më pas ka pranuar dinamikën e ngjarjes përpara autoriteteve. Policia e shtetit shqiptar ka arrestuar 24 vjeçare, ndaj të cilës rëndon akuza për plagosje me thik. Po ashtu, ndaj saj është ngritur akuza për ushtrim prostitucioni, pasi dyshohet se ambienti ku ndodhi ngjarja përdorej për këtë aktivitet. Hetimet janë zgjeruar edhe ndaj një 30 vjeçari dyshuar për sigurimin e ambienteve ku dyshohet se ushtronte prostitucion. Gjatë kontrollit në banesë, policia ka gjetur dhe një sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë, që sipas hetuesve dyshohet të përdorej nga personat në fjalë. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe rolin e secilit të përfshirë në këtë ngjarje.